Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Do t'jemi në një hapësirë tjetër shumë interesante në emisionin Start. Ekrani i artit në ekranin e TV1 Channel. Teksa po e mendoja më duk një fjali shumë interesante dhe për diskutuar mbi këtë temë në studio është Teja Pazi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, shumë faleminderit për ftesën. Jam e lumtur që të kam në studio dhe jam e lumtur që do diskutojmë bashkë për një edicion të 9 të ekranit të artit. Si erdhëm deri këtu, si ishte rrugtimi, bëhemi pak nostalgjik në fillim. Pak nostalgjik, po, më besohet që është edicioni 9 në fakt, po mendosha të shka 3 vite, është edicioni jam i 3 që po merrem me ekranin si drejtoresh artistike, pra edhe me një përgjegjësi më të madhe. Shumë bukur, domethënë ka një aventurë kena filluar me një grosh filmash, 6 filma vitin e parë, edicionin e parë te kinema dikur mileniumi, ja Republika. Dhe në vite gjithmonë jena mundua din me sjell gjëra të reja dhe ne për ne vetë ka një sfidë kjo ekranit e artit. Tash në edicionin e 9 mritme me më shumë se 60 filma, kena 50 ftumë, do të kena 7 hapësira të ndryshme të qytetit ku do zhvillohet ekrani. Them që edhe për ne ka një satisfaksion shumë e madhe. Mendoj edhe lodhje shumë e madhe. Lodhje shumë e madhe, po gjithmonë them kështu, lodhje e bukur. Lodhje që kthen edhe satisfaksion ka dhe adina dëshirë me bën një gjatë bukur, kështu që lodhen apo me shumë dëshirë me sjell një gjatë bukur për qytetin. The që janë diku pak a shumë 60 apo më shumë filma. E ky është një numër relativisht i mirë, relativisht i madh. A është ky numri më i madh në këta 9 vite? Është numri, pothuajse numri më i madh, pak a shumë ishim te njëjta shifra edhe vitin që kaloi. Më shumë e din se sa është kuantiteti, se thotë është kualiteti, cilësia e filmave. Si po thosha, ekrani shtrihet në 7 hapësira të ndryshme, pra Kinema Republika, që do të jetë zemra e festivalit, po diskutoshëm edhe parë, jena shumë kurioz me pak këtë vit që kinema jo aktivizu, edhe u kthy tamam në një vend për qytetin, për qytetarët, se do të nikojnë edhe te audienca e festivalit. Do të kthehena prapë te Galeria e Arteve Shkodrës me një risi, po them këtë vit, se do të jetë një ekspozitë, po për herë të parë kuruar për një kuratore gjermane shumë të mirë, që do të sjellin edhe artistë ndërkombëtar, edhe artista shqiptar si pjesë e ekspozitës. Jena prapë te Auditori Franciskanëve te Oborri, që na ka pëlqyer ka shumë në këta vite që këtë vit do ta sjellim në një pikë takimi të Oborrin e Franciskanëve. Pra ideja është se tema e këtij vit, se s'kam thënë gjë më të rëndësishme, çdo vit na kena një temë. Tema e këtij vit është avash. Unë jam, do të thënë, vit tjera kena pas kështu anglisht. Mund të ndër shprehje që të dëgjohet më shumë në Shkodër. Avash. Sidomos në Shkodër është artistë më thonë na kena edhe njerëz me cilin bashkëpunojmë për Tiranë, do thonë për ne Shkodra është tamam një jetë adin avash me këtë idenë që edhe me shiu. Edhe më pëlqet ideja se tanë jena, do thonë, në këtë botë shumë të shpejtë. Po, e vërtet. Me kuptu edhe din cila gjanëve dhe në me janë kushtuve mendin tonë. Edhe si me kanë edhe prezent me një tjetër, me gjanat që shofim, filmi e ka këtë mirë, video e ka këtë mirë, një mënyrë që të tërhekve mendin, edhe të kërkon me nejt me imazhin. Në një mënyrë tjetër, avash më dukte një gjatë shumë e bukur që edhe din një me na kujtu edhe pak se cilat janë gjanat rëndësishme. Dhe kemi nevojë se ti me të drejtuan e bëjmë një jetë shumë të shpejtë, se cilin nga ne është totalisht dakord dhe dëshmitar i gjithë kësaj. Nga mëngjesi deri në mbrëmje vetëm vrapojmë për të kapur orarin, vrapojmë për të kryer detyrimet që kemi secili nga ne mbi shpatull. Ndonjëherë harrojmë të ndalemi e të mendojmë se sa bukur është të shijosh gjërat. E mbadje filmi e ka këtë, teksa po mendoja tani filmi e ka këtë për 2 orë apo sa është minutazhi i filmit, ty të gozhdon aty dhe ti ato momente i avash. Vetëm me rrjedhën e filmit dhe vërtet është shumë bukur. Një risi tjetër që mua ka bërë shumë përshtypje është edhe shfaqja e filmave nëpër lokalet e qytetit. Kjo është një gjë që kam pas me shumë dëshirë, thënë. Kjo është risi e vërtetë e këtij vit, në sensin që çdo vit na mundohen me futa edhe adin gjëra të reja që mi propozu një gjë më kurioze edhe publikut. Qysh e vogël më kujtet se unë jam rrit në Itali, në fakt, edhe kthesha në verë në Shkodër, edhe kisha këtë imazhin e kafeve të qytetit, me këta ekrane, edhe njerëzit të net, avash ato. Mund ta. Është më shumë video dhe filmi imazhe që vjen të një. Prapë këtë vit do të kena 4 kafe të qytetit, po them lokale të qytetit, ku do të shfaqim filma çdo ditë, filma të ndryshme. Programi është kuruar nga kuratori Stefano Romano. Stefano Romano është kurator italian që ka tashmë 25 vjet që është në Shqipëri. Ka, do të thonë, qytetar shqiptar. E këtë Shqipën më mirë tonë. Stefano Romano që ka kuruar këtë program, pra do të kenë edhe artistët që do të bashkohen, do të vinë prej tanë kanave të botës.
edhe do të kena edhe takime shumë të këndshme të Kanellës, të një prej lokaleve që kena përfshi, me kafe me artistin, pra ideja që më ullin kafe, me pi kafe dhe me diskutu për punën e artistit. Kena një rrisi që është një rikthim, po thëmë, që janë në borët të qytetit. Për shumë vite Krani e Artit, kur s'kena pas, kena men në dispozicion, ose s'kena pas, dhe më thënë, hapsinat të duar në dispozicion, kena mënu që gjë e ma, po thëmë, e veçantë dhe që karakterizon Shkodrën janë në borët. Kështu që nër vite kena hapu borët, më ndër për 3 edicionet e fundit jena këthy në hapsinat tjera, dhe këtë vit me avashin edhe me këtë dëshirën edhe me më ba bashkë, kena mënu se borët ishe një mënyrë. Kështu që do të kena 2 momente në borët, një me datën 28 të borë e familjes Hoti, ku do të kena një bashkëpunim me Dokufestin. Dokufesti është festival e filmit në Kosovë, të shma 20 sa vite që si edhe në dokumentarët më të mirë në botë, edhe janë festival shumë i njohën në mënyrë nërkomtare. Dhe me datën 29 kena një surprizë shumë të këndshme, se do të vinë janë kurator regjizor italian, po që quhen Il Pasticcere Film Festival, dhe do t'ja edhe një film shkurt edhe me një surprizë shumë të këndshme edhe shumë tame që po ju lajmë me zbulu këtë surprizë. Më mos ta zbulon, na lën kështu pak kureshtarë dhe pak si të intriguar për ta parë. Pra në datën 29. Pa, të obori familjes Haxhia. Edhe do t'jemi, është vërtet shumë interesante. Se rëndësi kanë aktivitetet të ndryshme për jetën e qytetit? Të shmënoj, në gjithmonë në mundu me sjell diçka pak ndryshe, se e dina që shumë mirë ekzistojnë filmat ma komercial, po thojmë ekzistojnë filmat. Po në ekzistojnë edhe një prodhim, në thonë, artistik që është pak ma alternativ, pak ma eksperimental, edhe gjithmonë në mundu me përcjell këtë lloj filmit me Kranin e Artit. Na jena din, gati adin fundi i majit, fillimi i qershorit, pra me këtë dinë edhe që është momenti ku njerëzit kanë edhe dëshirë me dalë, me zbulu, me pa. Kështu që më që ne i ofrojmë një propozim të këndshëm për jetën kulturore të qytetit. 60 filmat që do sillen janë të tanë për herë të parë të prezantuar në Shqipëni, kështu që prezantohen për herë të parë këtu. Për herë të parë në Shqipëni, kjo është një lajm shumë i mirë, edhe do të kenë edhe një film që më ndër shumë i rëndësishëm që i flet, domethënë, qytetit i flet Shqipënisë, që është një film me regjisorit shqiptar Roland Seiko. Rolandi është ai ka disa vite që jeton në Itali, merret me arkivin më të madh italian që ka qenë gjatë fashizmit, që është Archivio Luce, është drejtori pra i Archivio Luces, dhe ka punuar shumë edhe me arkivet shqiptar. Pra për herë të parë në Shqipëni, mbas që e ka prezantuar te Festivali i Filmit Venecia, po sjell filmin e tij Film di Stato, që flet për Shqipëninë, për Shqipëninë po thojmë diktaturës që ka qenë, ka arkive që sillen për herë të parë që do të jenë publikum për herë të parë në si pjesë e filmit. Edhe është një eksplorim shumë interesant për ata vite, për figurën e Enver Hoxha, në një mënyrë që nuk jena ndoshta las kena pas mundësi me parë. Që ju ftoj të tanë në datën 29, të kena me Republika në orën 6, me kenë prezent për këtë film, Rolandi do t'jetë, dhe do t'jetë edhe një mundësi për me fol bashkë për filmin edhe për arkivet edhe për se si ka punu një figurën edhe mi ata vite historikë që është në duke lërgë për një mënyrë, është nevoja edhe me diskutu, me kryu një dialog publik mija aty në vite. Shu që di mendoj se jena mundu me sjell një program shumë të ndryshëm, që me pas se cili edhin me dhe në vërësit të pasionit që i pëlqen. Patjetër. A ka pasur prurje të shumta të konsiderueshme nga artistët shqiptarë? Kena dhe këtë vit jam shumë e kënaqur që për herë të parë, të prezentë artistëve shqiptarë na kena pasur gjithmonë kryesore. Për herën e parë këtë vit kena hap një thirrje, se në vite ka qenë një festival më shumë ku na kena ftuar njerëzit, e kena ftuar artistët, po thëmë, si me në bashku me kemi pjesë e programit. Po kisha dëshirë këtë vit që festivali më perceptua edhe si një platformë e hapur edhe një platformë e aksesueshme për kena hap një thirrje për artistë dhe filmmaker pra nën 35 vjeç. Një thirrje që ka sjell qindra filmash dhe janë përzgjedhur 6 filma që do të prezantohen te auditori franceskanëve të shtunën dhe dilen, do të jenë filmat do shfaqen. Dhe do të jenë prezantuar artistët për një bisedë me datën shtunën në orën 11 te auditori franceskanëve. Shumë ndoshta edhe për publikun është një mënyrë me zbulu edhe artistë të ri shqiptar që mendoj që
do të muna pule të që e kam një... Po, Burneta e vërtet shumë interesante kjo, e pa shumë dala dhe më intrigoj shumë për ta parë. Një dokumentar shfaq Drande Doda, i thot një Burneta duke eksploruar identitet të formuar nga tradita, detyrimi shoqëror dhe mbijetesa në shoqërinë patriarkale shqiptare. Ai reflekton mbi gjininë, sakrificën dhe tensionin mes vetvetes dhe roleve të imponuara nga kultura. Vërtet shumë interesant nga Bruna Pula. Mezi po pres në fakt për t'i parë këto filme sepse janë vërtet shumë interesant. Disa kishin edhe tituj intrigues, tituj që të bonin të mendosh, tituj që edhe të sfidonin. Disa mendoj do të krijojnë edhe shumë diskutime të gjëra në publik. Ne jemi pak tradicional në këtu në Shkodër. Keni luajtur pak me zjarrin. Po, domethënë në vite kam pas njerëz që janë afruar dhe kam thënë në fillim nuk e kuptosha mirë se çfarë po bashit, edhe tash e kuptoj, domethënë shkoj shef edhe filmat edhe shef edhe gjërat që sjellni me një vëmendje tjetër, me një dritë tjetër. Mendoj se kjo për ne është një satisfaksion shumë e madhe se kjo është ideja, mas me mënu kur se publiku ose audiencia nuk po ta kupton, thjesht pse është pak më ndryshe ose thjesht pse është pak e vërtet. Mendoj që është mënyrë e duan që ti me ja prezantu. Dhe festivali ka këtë mirën që i bën bashkë njerëzit, i bën bashkë regjizorët, i bën bashkë publikun, edhe krijon realisht një hapësinë që ndoshta s'ke në momente tjera, edhe me diskutu, edhe me Dhe unë mendoj në fakt që në këta 9 vite të ekzistencës së ekranit artit, njerëzit kanë ardhur duke e hapur mendsinë e tyre dhe kanë ndikuar goxha shumë në qasjen ndaj të res, ndaj ndryshimeve, ndaj emancipimeve të shumta, dhe për këtë ju them vërtet një bravo shumë të madhe. Shumë faleminderit. Ju e keni parë këtë sepse ju jeni shumë afër me ekranin e artit dhe keni mundësinë të vëzhgoni drejt për së drejti qytetarin, publikun, se si e merr, pra nga viti i parë e deri tani në vitin e 9. Si ka ndryshuar kjo qasje? Kjo është pyetje bukur e vështirë, edhe më kuptu se normal që unë mund të kam një perceptim temin se si mund ketë që shef edhe në lidhje me audiencën, me këtë moment si po thosh edhe njerëzve që më ndoshta më janë afru, kena fol bashkë, kena komentuar, sidomos se shef edhe për rinin ton, që në nervite kena pas gjithmonë vullnetar. Vullnetar që përdje ba me takimin me vullnetarët me ja shpjegu festivalin këtë vit, edhe kena vullnetar që tash janë ba vite që janë me ne. Edhe shef mendoj se sidomos për ta, për rinin, kena kriju një lloj hapësirë që ata kanë mujtë me zbulu da gjana, se ndoshta me gjetë vedin, domethënë të pa da gjana që zakonisht nuk kanë, jo thjesht mundësi, po edhe ku di akses o se është edhe kjo e vërtetës që ekrani artit sjell shpesh filma, video, punë që nuk janë aksesueshme në mënyrë të kollajt, edhe në një botë që adin që ka streaming gjithkohon, ka platforma gjithkohon, po janë gjëra pak të veçanta që mendoj që edhe për ta i kena dhënë një mundësi me zbulu diçka ndryshe. Unë kam pas në kujtet në viteve, në thënë para 2-3 viteve, kena sjell një dokumentar për skenën, po thojmë, queer në New York, pra për ta në komunitetin LGBT. Dhe ka ardhur një 63 vjeçar, një burrë që s'kishte dalë për Shkodrën, më ka thënë që më ka pëlqyer një dokumentar. Për mu, me një gjatë tillë, ka kënë domethënë një emocion, realisht. Shumë e bukur, po. Me një mirë normali. Edhe këtë e kupton që këherë na kena da kategorie shumë kështu. E vërtet. Shpesh herë din njerëzit të surprizojnë në mënyrë më të bukur. Edhe kjo është e bukura e ekranit, është e bukura e artit, për thënë vërtetën. Por jo vetëm tek qytetarët, jo vetëm tek mendësia e një qytet, e një populli të tërë, por ekrani artit ndikon drejt për së drejti edhe në kulturë, në pasurimin e kulturës, dhe kjo është vërtet diçka shumë e bukur. Po, në mundojna me ba pjesën tonë. Ashtë edhe kjo tjetra, se ekran normal, si thosha, kena pëzët e saftum që vinë edhe prej vendeve tjera dhe zbulojnë Shkodrën, zbulojnë Shqipërinë. A kjo është një, po thojmë, një shkëmbim tjetër, se mirë që po marrin, do thënë, mirë Shkodrë që po zbulojnë artin e tana, por shpeshherë edhe këta njerëzit se kena në diçka, kena diçka dhe në me dhane, me prezentu, kështu që gjithmonë kena pas feedback shumë të mirë për njerëzve që kanë ardhur dhe që kanë kuptuar bukurinë dhe veçantinë e Shkodrës, së festivalit, se si është organizuar, si është i menduar, është festival që është falas për tanë.
rrallë me pa festivale. E vërtet. Më thanë që në kena çdo aktivitet, në çdo projekcion, në çdo gjash falas, me hyrje falas për të tanë. Jena mundu me marrë këtë, po thojmë, që edhin, sidomos në fillim ka kanë për një sfida dhe kuptoshim që nevoja ishte me tërheq njerëzit. Tash po shohim se do t'jetë në vite Mendoj do t'jetë shumë më mirë se para 9 viteve, por do t'jetë edhe shumë më i dashur dhe shumë më i pritshëm se para 9 viteve. Se para 9 viteve njerëzit nuk e dinin se çfarë ishte, pra ishte diçka e re. Tashmë ne jemi mësuar, edhe kemi edhe një lloj pritshmërie. Pra, sikur e presim, sa kur vjen ky fundi i majit, na mungon diçka dhe ja ku vjen ekrani i artit për të përcjell filma vërtet shumë të bukur, por mbi të gjitha për të përcjell artistë shumë të mirë, që na jep mundësinë edhe çansjen për t'i njohur, për t'i parë drejt për drejt, për shembull kafja me artistin fantastik, ide shumë e bukur, se ne kemi shumë qejf kafet, kështu që kafe me artistat. Dizha na shumë të kashme i vëmë bashkë. Absolutisht, po. Mendoj është një sfidë më vete të realizosh një lloj aktiviteti të tillë, por në emër të gjithëve unë i them faleminderit ty që të kam këtu në studio, por edhe gjithë stafit që punon me ju për punën e palodhur edhe për vërtet gjetjet shumë origjinale që bëni çdo vit. Shumë faleminderit, se unë i them faleminderit edhe stafit se tash ka disa muaj që tanë punojnë për këtë festival. Ashtë stafi madh që ashtë rrit në vitet, tash jena një pjesë në Shkodër, një pjesë në Tiranë, një pjesë Shpërndam, gjithkund që do të bëjna bashkë këtu në Shkodër me datën 27. Unë njoftoj se tash nuk kena përmend filmin e hapjes, pra hapja do të jetë me datën 27. Kena 2 momente të hapjes këtë vit, pra në orën 6 te Galeria e Arteve do të jetë hapja ekspozitës që thosha e kuruar nga Morin Dietrich, kuratora gjermane. Dhe titulli shumë i bukur është People are closer than they appear, pra njerëzit janë më afër se sa se duken. Domethënë që edhe kjo është një mesazh i bukur më shumë. Pra në orën 6 te Galeria e Arteve dhe mandej do të lëvizim tonë bashkë në orën 7:30 për filmin e hapjes që kena me Republika. Është një film që unë e kam dash shumë kur e kam pash për një artiste shumë të madhe të mirë, poete libaneze, Tel Adnan, që ka ik luftës në viteve 20 dhe është në Amerikë, në Paris, edhe një njeri shumë i thjeshtë, por që ka pas një intensitet për artin e saj, të shka dek para 5 viteve dhe dokumentarit që me cilin e hapim, e një jetën e saj në 5 viteve fundit e jetës e Tel Adnan. Realisht që hajdeni se do të zbuloni një artiste shumë të veçantë, shumë të mirë dhe mendoj se është mënyra më e mirë për me hap festivalin tonë. Mezi po presim dhe ju urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.